Deklarata e dieshme e komisioneres për zgjerim të BE-s Marta Kos, në cilën ajo tha se identiteti lidhet me traditën përmes manastireve, tava me fasule, pinxhuri dhe specat e mbushura ka shkaktuar një valë reagimesh, në disa raste të vlerësuara edhe si fyese. Kjo vjen para paralajmërimeve të eurodeputetëve bullgar se në seancën e ardhshme të Parlamentit Evropian do dorëzojnë amandamente për identitetin dhe gjuhën maqedonase, me shtesën moderne. Pas reagimit të dieshëm të kryeministrit Mickoski, sot reagoi dhe ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski, i cili tha se është për të ardhur keq që në shekullin 21 ende vihet në dyshim identiteti. Identitetot e da, posebno в ovoj region сложена категория, да, за жал, и во 21 век се уште категорија кои што земји кои што се нарекуваат европски се обидуваат да го оспорат. Но за нас нема дилема дека историските личности како што се Делчев, Груев, Сандански се дел од нашиот идентитет, како што се да и прекрасните манастири, преубавите xhami кои што ги има на територијата на нашата држава. Reaguan edhe nga LSDM duke thënë se kishin pritur që komisionerja Kos të theksonte atë që vetë BE-ja e ka konfirmuar, që identiteti dhe gjuha maqedonase janë të njohura plotësisht nga Unioni. Edhe pse mendojnë se nuk kishte qëllim të keq, megjithatë i bëjnë thirrje të jetë më e kujdesshme me temat e ndjeshme. Ne si qytetarë të Maqedonisë e dim kush jemi, çfarë jemi dhe nga vim. Ashtu si gjuha edhe identiteti janë të konfirmuara qartë në të gjitha marrëveshjet e nënshkruara me BE-n. Nuk mendojmë se komisionerja kishte qëllim të keq, por bëjmë apel që kur të flitet për çështje të ndjeshme dhe tema që fatkeqësisht hapen pa nevojë, edhe pse janë qartë mbyllura, duhet të ketë kujdes në deklarata. Nga BDI, nga ana tjetër reaguan duke thënë se qeveria me këto deklarata po i largon miqtë e sinqertë dhe po e largon shtetin nga rruga europiane. Nuk duhet të lejohej që deklarata e komisioneres se identiteti nuk është çështje e kushteve politike, por thelb i dinjitetit njerëzor dhe shprehje veçantisë së tij të kthehej në objekt fushate urrejtjeje dhe përqeshje. Aq më pak të nxitej një reagim i tillë nga burime afër pushtetit. Prandaj është tronditëse që ministri për integrimet evropiane Orhan Mutezani nuk e pa të arsyeshme të mbrojë publikisht këtë qendrim, as t'i jap kuptim vlerave që vetë institucionin e tij e bëjnë të nevojshëm. Për deklaratën e komisioneres Kos në samitin e dieshëm të liderëve kushtuar planit për rritje për Ballkanin Perëndimor, kryeministri Mickoski tha se nuk pajtohet që identiteti të reduktohet vetëm në ushqimin ton të mirë, por theksoi se në të janë të ngulitur shumë heronj, si Goce Delçev, Shapkarev, vëllezërit Milandinov, Dame Gruev, Jane Sandanski dhe të tjerë.